Shoqata e të verbërve në Gjakov në javën evropiane të sportit ka zhvilluar një aktivitet sportiv, konkretisht ndeshje futbolli për të verbër. Kështu tha për televizionin Syri kryetari i shoqatës së të verbërve Gjakova, Mark Pietraj. Shoqata e të verbërve në Gjakov, në bashkëpunim me klubin e sportit për personat të verbër Eltra Gjakova, po vazhdon vazhdimtarizimin e aktiviteteve të cilat janë të financuar nga Drejtoria për Kulturën dhe Sport, nga projekti Ne dhe Loja. Ky aktivitet po shënohet në përmbylljet e javës evropiane të sportit, ku po zhvillohet një ndeshje miqësore në futboll për të verbër në mes të klubit të futbollit Eltra Gjakova dhe klubit të futbollit Prishtina. Këto dy klubat i përfaqësojnë shoqatat përkatëse. Gjithashtu një numër i madh pjesëmarrësish nuk kanë pasur mundësi të vinë në këtë organizim, tha Pietraj. Për dikan ka qenë larg, më ardhen në qytetin e Gjakovës, meqenëse se ka filluar në orën 11 aktiviteti, disa të tjerë për shkak që nuk kanë pas sportista të përgatitur për të zhvilluar ndeshjen e futbollit, kështu se nuk kanë mujtë më marrë pjesë në klube tjera.